Është përgjysmuar numri i pacientëve që ishin në gjendje kritike. Tani janë 10 në gjendje të tillë, por jashtë rrezikut për jetë. Kështu njoftoi ministri i Shëndetësisë Arben Taravari dhe shtoi se të gjithë pacientët e tjerë brenda dhe jashtë shtetit janë në gjendje stabile. 3 pacientë njoftoi se janë lëshuar në shtëpi. Nesër planifikohen të lëshohen edhe 3 të tjerë. Ndërsa bëri me dije se në mbledhjen e shtabit të krizës është vendosur që të gjithë pacientëve nga tregjetia në Kuçan t'u bëhen analiza toksikologjike. Të gjithë pacientëve do t'ju bëhen analiza toksikologjike. Prandaj edhe sot nuk shpejtuam të lishojmë pacientë që ishin për të lishuar në shtëpi. Do të vinë toksikologë me përvojë të bëjnë analiza, që të jemi të sigurt për të lishuar në mjekim shtëpiak. Përndryshe në vend po mjekohen 72 pacientë, prej të cilëve në qendrën klinike janë 34 pacientë, në spitalin e përgjithshëm të qytetit Teq Shtatori 15 pacientë, në spitalin e vjetër të qytetit 11 pacientë, në spitalin klinik të Shqipit 1 pacient, në spitalet private janë të shtruar 11 pacientë, ndërsa jashtë shtetit po kurohen 101 pacientë. Ministri Taravari tha se ndoshta mund të dërgohen edhe 10 pacientë të tjerë, por kjo do të vendoset në mënyrë shtesë. Nga java e ardhshme sqaroi se do të fillojnë të kthehen pacientë që u dërguan për mjekim jashtë vendit, që të vazhdojnë të mjekohen këtu.